Gjithë parla Mbrëmjen e së shtunës me 24 maj, sheshi përpara stadiumit flamurtari në Vlorë u shndrua në një skenë të gjallë folklorike, teksa u zhvillua nata e dytë e edicionit të 17 të Aulona Inter Folk Festival. Performanca e ansamblit Prishtina nga Kosova ishte një nga momentet më kulmore të mbrëmjes, duke sjellë në skenë një repertor të pasur me këngë e valle tradicionale shqiptare që u pritën me entuziazëm nga publiku. Gjatë kësaj nate u prezantuan gjithashtu asamble nga vende të ndryshme, përfshirë Italinë, Poloninë, Slovakinë, Gjeorgjinë dhe Ukrainën, duke krijuar një mozaik kulturor që pasqyroi diversitetin dhe pasurinë e traditave folklorike ndërkombëtare. Performancat e tyre sollën një atmosferë festive dhe të gjallë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe të artit. Festivali, i cili ka nisur më 23 maj dhe do të zgjasë deri në 26 maj, vazhdon të jetë një pikë takimi për artistë dhe dashamirës të folklorit nga e gjithë bota. Në ditët në vijim, aktiviteti do të zhvendoset në asamblen historike pranë Sahatit dhe në manastirin e Zvërnecit, duke krijuar një përvojë unike që ndërthur artin dhe peizazhet kulturore të Vlorës. Organizuar me mbështetjen e Bashkisë Vlorë dhe Ministrisë të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Aulona Inter Folk Festival vazhdon të jetë një ngjarje e rëndësishme që promovon identitetin kulturor dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e folklorit.